Kemi jam Juli, jemi të tepulli San Chao Gjuj Tui në Phuket, në Tajland, është ky vendi këtu, i shkruar në çdo vend me kinesçe. Siç e shikoni këtu është në mes të qytetit të Phuket Old Town, Phuket Town, i thënë përgjithësi, ke disa gjëra të ndryshme që janë karakteristike të fesë budiste dhe të 36.000-37.000 tempujve që kanë këta në përtër Tajlandën, këtu ndryshe dhe në një mënyrë komike nga ajo që reprezenton vetë feja, pavarësisht se është një lëvizje shumë se fe, shesin këto telebingo si keni këtu për të shitur, nga ana tjetër bëjnë fotografi. Ka patur këtu para një 5 vitesh një njeri, një murg i cili rrinte këtu vërdall dhe thoshte jo foto, no fotos, si duket kur bën foto aty, sigur ka telefonin dorë, po jo, është statuja e këtyre. E bënte jo foto, dhe po të bëje foto të ndonjë gjëje, sidoqoftë ta që bënin kështu, e ke parasysh moda e selfie-ve atëre, fillon të i binte vetes me grushtë kokës, bum, jo foto, thoshte dhe i tmerronte njerëzit, ja këtu ka qenë ai vendi. Mund të ketë dalë dhe në një cep kujt jetë në një video. Kur sa atje kanë bërë pazar, shesin gjëra të ndryshme, ca janë hapur, ca janë mbyllur, sepse tani është drek, edhe këta i hapin mas dite dhe fillon 2 natës. E kanë zgjedhur këta sepse është diell. Është e gjithë kjo pjesa. Këtu mund të futesh dhe brenda, dhe futemi brenda tani normale, se po su tregova pjesën brenda, këta po bëjnë fotografi këtej. Këtu mund të ndezësh një qiri. Se shikoni dhe do futemi, shi si e ka bërë ky tipi. Si kërri spathi. Po ta shikosh, domethënë mbreti këtu me shpatën edhe gjëra këto. Këtu duhet të heqësh këpucët. Edhe duhet të jesh shumë i respektueshëm dhe mos të bërtasësh, mos të flasësh fort. Dhe kujdes me fotografitë. Kesh respekt për këto gjëra. Ja ku janë këta këtu. Sjellësh ofertat e tua, qoftë ca fruta, qoftë lek po të duash. Këtu është. Ajo dera është me flori. Është me këto fletat e floririt që shikon ti këtu të ngjitura. Shikon ata. Erdhët në Phuket Old Town, shiheni dhe këtë se është e bukur.